Pas publikimit të listave të kandidatëve për deputet edhe në qarkun e Vlorës, qytetarët e Vlorës komentojnë këto lista. Për ta në brendësi të kësaj liste ka emra të cilët për qytetin dhe qytetarët vlonjat janë të panjohur. Qytetarët i shohin si të plotësuara këto lista në bazë të interesave partijak e jo për t'i shërbyer qytetarëve në vazhdimsi. Të vendosur emra në bazë të asaj se çfarë duan kryetarët e partive e jo se çfarë kërkojnë qytetarët e Vlorës. Mes tyre, shumë emra që sipas vetë qytetarëve nuk kanë kontribut real në partitë të cilat i përkasin. Shumë prej qytetarëve flasin madje edhe me tifozllëk, duke e komplimentuar listat e kandidatëve për deputet të partive politike, ndërsa shumë të tjerë nxitojnë të shpallin që tani fituesin sa po kanë parë listat. Kanë parë Rama do fitoj. Mirë, po te i rezultati nuk bie, po them në lista në përbërje. Lista më mirë ka Rama dhe sa Saliu. Këto lista në përbërje, a janë cilësore, a përfaqësojnë qytetin? Fare. Pse? Se ka zgjedhur ai, ka zgjedhur për vete, si ka zgjedhur për ne. Po, si ka zgjedhur për qytetarët? Ja. Çfarë do ishte për ty zgjedhja për qytetarët për shembull? Por qytetarët të zgjedhin hapta sa tet, këtë zgjedh populli, Të gjithë listë të zgjidhen. Fitoj kush është më i miri. Po ti ishe dakord për shembull që deputet futeshin ata që merrin shumë vota ose kandidat për deputet futeshin ata që merrin shumë vota? Nuk do fare ashtu të më shëvrore. Ka burgjith. Fare hapur. Sa është me ide ajo? Këtë fushat zgjedhore që po jemi tashmë, si e parashikon? Do të jetë e qetë, do të ketë probleme. Po kështu si që ka bërë e qetë. E qetë dhe ta. Po a do të vazhdoj e qetë është po? Vllai drejt. Kush e për asane kur jo Mariami? Për mendimin tim janë u shkojnë për shtatë Saliu dhe Edi, jo popull. Çfarë arsye? Për të gjitha arsye. Njerëz të panjohur, njerëz interesagjip, e kanë kuptuar dhe fëmijët e vegjël 7 vjeç, 8 vjeç. Që janë në interesat partive. Në interesat atyre, në interesat. Si e parashikon këtë fushat elektorale? Jetë e qetë, demokratike, apo parashikon me problem? Do jetë shumë e qetë se kanë marrëveshje edhe me njëri tjetrin, ne populli s'kemi më gjendo. Lista ati që të përkrasit, mos për da i që jam shumë i krajë la për da. Pse? Më argumento. Pse jam me përdojnë me pranaj. Janë të gjithë se ka të vjetë, bravo që da ishë burës, nuk në të krajë një, që ndoj fajnë si tha. Për shumë, ti ndjesh i përfaqësuar me këto lista? Unë që jam mos e tret, jam plekri. Dhe ti hallet e tu. Hallet e mjë jam i krajë me listën e për dhe, salat e më zotit. 12 deputet do të dalin nga qarku i Vlorës si të mandatuar në legjislaturën e ardhshme të Kuvendit të Shqipërisë. Lista fituese e deputetëve të përbërë nga parti të ndryshme politike do të jetë përfaqësia e ardhshme jo vetëm e qarkut të Vlorës, e cila sigurisht do të zgjidhet mes emrave që garojnë tashmë për një vend në parlament.